Partia Demokratike e Vlorës do të ketë 4 nënkryetar. Sikundër televizioni 6+1 Vlora e paralajmëroi, është përmbyllur procesi i zgjedhjes së tyre. Kryesia ka zgjedhur 4 nënkryetarë të rinj, që do të jenë tashmë për krah kryetares Nada Meçorapaj në betejat e radhës së frontit opozitar dhe vetë Partisë Demokratike. Televizioni 6+1 Vlora zbardh edhe emrat zyrtar të nënkryetarëve të rinj të Partisë Demokratike në Vlorë: Alban Haxhiu, Darling Banushi, Eralba Kreshpa dhe Armando Mizgjoni. Këta do të jenë 4 nënkryetarët e rinj të Partisë Demokratike në Vlorë. Ata janë një përfaqësim gjithëpërfshirës në Partinë Demokratike, që nga qyteti, zonat rurale dhe tek biznesi e gruaja. Partia Demokratike e Vlorës ka zgjedhur 4 nënkryetarët e rinj të saj. Nada Meçorapaj, kryetarja e Partisë Demokratike, tashmë do të ketë edhe bashkëpunëtorët e ngushtë për të vijuar kështu betejat politike në vijim. Kryesia ka arritur që të zgjedh me unanimitet të plot 4 emra që do të jenë numri 2 i Partisë Demokratike në Vlorë dhe që përfaqësojnë botën e biznesit, përfaqësojnë zonat rurale, qytetin, por edhe gruan. Pas zgjedhjes së 4 nënkryetarëve të rinj të Partisë Demokratike të Vlorës, ka reaguar kryetarja e Partisë Demokratike Nada Meçorapaj. Meçorapaj në një postim në rrjetet sociale shprehet: Urime nënkryetare të zgjedhur të Partisë Demokratike dega Vlorë. Besimi i dhënë sot është përgjegjësi, përkushtim dhe angazhim për të forcuar më tej opozitën dhe për të shërbyer qytetarëve me dinjitet dhe seriozitet. Suksese në këtë rrugëtim të ri politik, me më shumë energji, bashkëpunim dhe punë për demokratët dhe Vlorën që meritojmë. Pas zgjedhjes së nënkryetarëve të rinj të Partisë Demokratike, tashmë procesi do të kalojë edhe në përzgjedhjen e sekretarit të ri të degës, i cili deri pa kohë më parë është mbajtur nga Nada Meçorapaj, por që dha dorëheqjen teksa u zgjodh si kryetare e re e Partisë Demokratike të Vlorës. Me zgjedhjen e sekretarit që do të jetë në ditët në vijim, Partia Demokratike përmbyll kështu një proces të gjatë të riorganizimit të saj, që nga seksionet e grup seksionet, kryesinë e re, e deri tek nënkryetarët e rinj të Partisë Demokratike dhe sekretarin i cili do të zgjidhet në vijim.